kjo rrjedhë e këtij kuvendi zgjedhor, u zgjodha kryetari Agim Ademi sërish me një rreth 52 delegatë, të cilët votuan gjithsesi pro, përveç 3 nga ata që votuan, që abstenuan. Po. Piko, të gjitha rrethonat e mëhershme kanë ndikuar që me ardhi te ky rezultat. Edhe te ky kuvend zgjedhor. Rrethonat, forma e zgjedhjes së kryetarit, unë mendoj që edhe ju si gazetar edhe krejt informatat që ai do zgjedhet i keni pas sigurisht para një muaji. Arsyeja pse po them këtë, arsyeja një muaj ditë më herët janë shpallë zgjedhjet. Dhe me shpalljen e zgjedhjeve, klubet kanë qenë shumë unike për ta votu kryetarin Ademi. Janë mbledhur të gjitha nënshkrimet. Ju e dini që të gjitha klubet e kanë nënshkruar pëlqimin e tij për të kandiduar për kryetar të federatës. Nuk ka pas asnjë interesim të paktën të unë jo edhe sa informacion që kam. Te asnjë klub nuk ka shku asnjë kandidat tjetër me kërku nënshkrim. Ku ka kandidat tjetër? Asnjë kandidat nuk ka shku tjetër përveç kryetarit për me kërku nënshkrim. Këto tash na duhet ta bëjmë dashna në një kronologji, sepse e kuptoj, nuk jam unë atë kur dikush pyet si është e mundur asnjë sekondër ose diçka, unë duhet të elaboroj sepse nuk më vjen edhe më mirë se unë duhet gjithmonë zërin kritik me pas. Po sepse ke pak a shumë bibien kalojmë në një farë monarkie, jo me kon demokraci. Po, tash kjo krejt ndikon, ju si gazetar sigurisht e kuptoni edhe më mirë. Keni po debate të ndryshme, keni po lloj mendime ndryshme, por nuk ka qenë kritika kërkon me bazë të punës, por ka qenë kritika personale.